kush dëshiron të mësoj të vërtetën lakuriqe për luftën e UÇK-s, duhet ta lexojë këtë libër. Nëse do ta mësoj të vërtetë. Ky libër i strukturuar në formë bashkëbisedimi në mes të Bardhyl Mahmutit, përfaqësues politik e diplomatik i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, dhe Muhamet Mavrajt, kryeredaktor i gazetës Epoka e Re, është një mrekulli vërtetësie për kohën kur zhvilluan këto ngjarje, gjurmëlënëse e të një epoke që trondi qaqet më të mëdha politike, diplomatike dhe ushtarake të globit, dhe tani në kohën tonë, kur këto ngjarje po rikujtohen keq dhe mbrapsht për historinë dhe personazhet që u prim këtyre të ndodhurave, që patën përmasa tragjike, heroike, por nikosisht liri sjellse të gjendën prapa grilave. Ky libër vjen si një dhuratë faktsjellse. Shkas për këtë libër u mor për kujtimi i 25 vjetorit të miratimit të rezolutës 1199 të datës 16 qershor të vitit 1998 të Këshillit Sigurimit të OKB-s, që nxorën pa domosdoshmërinë e sqarimit të opinionit publik për zhvillimet politike dhe diplomatike të cilat shodhen deri në heqjen e cilësimit të UÇK-s si organizatë terroriste. Një pjesë e konsiderueshme e këtij bashkëbisedimi ishte publikuar më herët në epokën e re, në gazetën Epoka e Re, ndërsa tani në këtë libër janë përfshirë të gjitha temat që kanë të bëjnë me pasojat e mungesës të aktivitetit të mirëfillt diplomatik të Kosovës pas përfundimit të luftës dhe në veçanti ato të kohës së fundit. Ka kaluar kohë shumë e gjatë, më shumë se një çerek shekulli, dhe është shumë vështirë të rikujtohen të ndodhurat e asaj kohe, sato gjurmëlënëse të kenë qenë. Jam falendërues për jetë autorit apo rrëfysit në këtë libër, zotit Bardhyl Mahmuti, për vërtetësinë e rrëfimtare të pasqyruar në këtë libër. Për të bërë të qartë se çfarë në esencë ndodhi në Kosovë, rreth Kosove dhe për Kosovën, që krijoi epokë dhe transformim shoqëror jo vetëm në rajon, por në mbar globin. Për herë të parë, pas një gjysmë shekulli ekzistence, u vu në veprim struktura më e madhe politiko-ushtarake e botës, NATO-ja, dhe atë pa e konsultuar fare Këshillin e Sigurimit të OKB-s, diçka që nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë. Diçka që vështirë mund të mendoj e lënë më të realizohet. Historia bisedimore dhe rrëfyese fillon nga fitoria e jashtëzakonshme diplomatike e UÇK-s me rezolutën 1199 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, kur lufta qendrore e popullit të Kosovës njihej në vërtetësinë e saj qendrore. E shkon gjën tek gjykata e Hagës, një gjykatë që nuk e ka parë historia e gjykatave të këtyre përmasave, asnjëherë dhe për asnjë rast. Gjykatat janë dhe do të duhet të jenë juridike dhe faktike e jo siç është kjo ekskluzivisht politike. Në këtë libër të rrallë, për nga vërtetësia, zëvend serioz sqarimi i manipulimit të paskrupull serb për të vrarët, të rëmbyrit dhe të zhdukurit gjatë luftës në Kosovë, që i gjejmë tek librat e bardhë, të tyre në botimet të vazhdueshme vit pas viti nga lufta e këndej, gënjeshtra, stisje, manipulime, krimine, që fatkeqësisht shfrytëzohen edhe sot në gjykatën e Hagës kundër krerëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Trajtimi shkencor i zhvillimeve politiko-ushtarake në retrospektiv apo në kontekstin historik nënkupton një çështje komplekse, sidomos në rastet kur botimet në fjalë kanë për autorë njerëz të përfshirë në betejë të cilat e transformuan për të mirë jetën e një shoqërie të tërë. Në këtë aspekt kanë dy faktorë themelor që përbëjnë rrezik për një narrativ të shëndosh shkencore: synimi për protagonizëm politik apo lartësim artificial të krediteve personale, si dhe kurthi emocional ku autorët e sipërthënë mund të rrëshqasin duke kaluar në subjektivizëm të plotë gjatë trajtimit të ngjarjeve. Mirë po, këto dy elemente nuk duken në narrativën e zotit Bardhyl Mahmuti mbi historikun e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe në këtë kontekst ky botim veçse i pasuron rraftet e literaturës. Në mjedisin vendor deri në këtë kohë janë publikuar shumë punime mbi betejat dhe personalitetet ushtarake. Janë hedhur në letër kujtime burgu e luftës. Mirë po duket se ka një deficit për sa i takon kontributit të formacionit diplomatik të UÇK-s pa aktivitetin e të cilit vështirë se mund të arrijë objektive për shërim. Për më tepër, deri tani në opinion publik kanë qarkulluar vetëm informata sporadike,
rrëfime me artikulim të pamjaftueshëm ose interpretime të pasakta për ta ngatruar çdo gjë më pas. Prandaj punimi për të cilin diskutohet, ndonë se i realizuar në formë interviste të zgjeruar, së pari korrekton ato që mund të ishin thënë gabim, e më pas shton vëllimin e të dhënave duke plotësuar kështu narrative mbi këtë segment të luftës. Ndërkohë, në kuadër të veprës, përmes metodës kulumtuese dhe krahasimtare, autori bën denoncimin e pasaktësive dhe sidomos tendencës manipulative të strukturës shtetërore serbe, e cila ka provuar që ushtarakët e vrarë në betejë t'i klasifikojë si civil të vrarë nga repartet e armatosura të ushtrisë ligjore të Kosovës. Për më tepër, mjeshtrisht janë kulumtuar rastet kur në materialet të cilat shërbimi informativ serb i ka plasuar në opinion si listat të civilëve të vrarë nga shqiptarët, shfaqen individ identiteti i të cilëve është sajuar, domethënë njerëz që nuk kanë jetuar kurrë. Për të argumentuar më mbi nivelin e propagandës diskutohet edhe rasti në Pej, ku në dhjetor të vitit 1998 6 serbë vritën nga vetë forcat serbe për t'i akuzuar shqiptarët më pas. Në shkencë materialet klasifikohen mbi premisën e rrjedhisë shkencore, për më kuptueshëm, një punim mund të interpretohet si dobishëm vetëm nëse përmban të dhëna që nuk janë votuar më parë, ose edhe në rastet kur studiuesi ka vështrim tërësisht tjetër nga studiuesi paraprak. Në rastin e veprës së zotit Mahmuti, ndonë se kërshëtohen të dy anët, sërish fokusi kryesor qëndron të pashkrimit disa informatave të cilat nuk kanë depërtuar më herët në opinionin publik. Si shembull konkret, mund të merret rrëfimi mbi kontributin e krejut të shtetit shqiptar zotit Fatos Nano, i cili në rrethana 8 komplekse i kishte mundësuar grupit diplomatik të USHK-s një takim me ambasadorin amerikan Richard Holbrooke, takim që trasoi më pas rrugën për një partnership më të avancuar të shqiptarëve me faktorët ndërkombëtar. Përmes imazheve autentike dhe referencave serioze, brenda veprës argumentohen dhe krimet serbe, të cilat për të rrënuar imazhin e shqiptarëve ishin realizuar në uniformën USHK-s. Prandaj, janë shtruar në tavolinën shkencore veprimet e disa shqiptarëve të orientuar gabimisht, për të cilët autori gjithnjë përmes provave konkludon se ishin rekrutuar nga shërbimi serb. Ndërkohë, në mënyrë të vëmendshme, trajtohen vrasjet e intelektualëve shqiptarë nga forcat serbe, sikurse rasti Femiagani, nga i të cilët zoti Mahmuti duket se ka pasur konsiderat. Për më tepër, këtu demaskohet edhe tentativa e strukturës shtetërore serbe për të manipuluar rastin e sipërthënë përmes hetuesës Danica Marinković, e cila ishte shndruar në instrument përndjekës të kriminalit të luftës Milošević. Në brendit të punimit në mënyrë të detajzuar është përshkruar edhe anatomia, mënyra operimit, platforma, orientimi dhe qëllimet e LPK-s, e cila konsiderohet si një mjedis politik prej ku mori jetë ushtria çliritare e Kosovës. Kundrejt kësaj teme, pjesa më interesante ka të bëjë me sqarimin e pozicionimit ideologjik të saj, duke dhënë argumente serioze kundër ndërlidhjes së supozuar mes LPK-s dhe strukturës komuniste të Republikës së Shqipërisë. Një pjesë të diplomacisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës, të asaj pjese ku kam qenë dëshmitar dhe aktori drejt për drejt, i atyre ngjarjeve, sepse e kam parë të domosdoshme të nxjerr në opinionin ton publik diçka të cilën kam dash ta mba me vete dhe ta marr edhe në atë botën tjetër. Pse kam dash mos flas dhe nuk kam fol një çerek shekull. Në takimet e para me amerikanët, na thanë shqiptarët janë banë në përgjithësi si një shtëpi pa dyre, pa dritare. Çdo gjë që thuhet brenda del për jashtë. Nuk janë njerëz që mban fjalën. Diku shqiptarët kanë qenë njerëz besnik. Ish përmbys shumë shpejt ai konceptimi shqiptari si njeri i fjalës, po kish zënë vend çështja e asaj se shqiptarët janë njerëz që nuk mbajnë fjalën, nxjerrin çdo gjë çka kanë. Duke pa interpretimet ndryshme rreth asaj periudhe, mas një çerek shekulli kanë nxjerrë një pjesë të atyre takimeve më të rëndësishme që kemi zhvilluar me grupin diplomatik, dhe më lejoni përshëndes në veçanti Ramadan Maldiun, që është pjesë atij grupi diplomatik që është këtu, shoh Bilat Sherifin, atje është Agush Buja, Bislimin, është Prilekën, kemi këtu, domethënë, në ato që kemi bashkë bisedu, është Naim Sadikun në Suedi,
veprimtaria e të cilëve nuk është përfshirë, në këtë libër, për të vetëm në arsye sepse kam folë në vetën e parë, njëjës. Kam folë aty ku kam qenë unë dëshmitar. Diplomacia e ushtrisë shqiptare të Kosovës duhet të jetë një vepër ku do përfshihen të gjitha takimet diplomatike, qoftë në Perëndim, qoftë brenda në Kosovë. Të gjitha takimet që i kanë bënë, edhe Rambuja, Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, njerëzit që sot fatkeqësisht dhe padrejtisht nuk janë në mesin tonë. Të gjitha takimet kam biseduar edhe me Nufriun veçanti, kam biseduar edhe me Naim Sadikun. Është domosdoshme të nxjerrim të gjitha ato takime që atyre të cilëve vërtet u intereson e vërteta të kenë mundësi të ndezojnë nga dora e parë. I nxora sepse shumë kanë pas dëshirë të mohojnë qoftë atë që e përmendje dhe Genci rolin e Shqipërisë në atë periudhë. Dikush është nisë një këndvështrimi se jo nanën nuk e duan, apo atë nuk e duan. Ne e kemi për obligim të vërtetën ta themi ashtu siç është. Kush ka qenë? Është e rëndësishme. Ka qenë kryeminist, ka qenë president, ka pas funksione shtetërore dhe ka dhënë rolin e vet, dhe Kosova duhet të jetë mirënjohëse për çdo njeri që ka dhënë kontribut. Sepse mirënjohjet harrohen, po mos mirënjohja nuk harrohet asnjëherë.